ku kanë të njëjtin qëllim që me qenë se aeroporti nuk ka shanse të vijë të punë, po ja marrin parat qytetarëve shqiptar 100 milion euro më tepër në një afat të gjatë pa punuar fare. E kuptoj. Atëherë kalojmë direkt te kjo. Çfarë do thotë kjo për ekonominë atëherë? Te pjesa e fundit. Po pra. Skenari i dytë pastaj mund të jetë kjo që qeveria shqiptare është interesuar në çdo rast që këtë aeroport të mos ta vojë në punë, fakt nuk do vihet se për mendimin tim nuk ka për të vënë në punë. Ndonjëherë do të siguroj monopolin e Rinasit si operatori vetëm në Shqipëri. Dhe për pjesën e shpenzimeve që ka bërë në këtë rast kompania e zotit Pacolli, do t'i thotë që drejtohu në arbitrazh për t'i marrë në arbitrazh që përsëri do t'i paguajnë shqiptarët. Po, qofshin 500 apo 700 milion euro. Nëse është kështu, është një skandal. 500 deri 700 milion euro. Çfarë do thotë për ekonominë shqiptare në kushtet kur ne e dimë se çfarë kemi thënë vazhdimisht në këto vite, se si ndikon edhe tek efekti i borxhit, pjesa e arbitrazheve, kemi përmendur vazhdimisht atë, pjesa se si ndikon pastaj ajo dhe tek ekonomia në tërësi, etj, në kushtet ku ndodhet dhe ekonomia shqiptare me një skem atipike, nuk ka një krahasim, keni thënë dhe ju vazhdimisht, me ekonomitë e tjera të rajonit e kështu me radhë. Çfarë do thotë kjo vlerë? Së pari, kjo do të ishte një vlerë shkatëruese për ekonominë shqiptare në afatgjatë. Dhe kjo nuk e theksoj, kjo nuk ka lidhje me qeverinë sot. Qeveria sot mund të thotë pas meje u bë qameti. Patjetër. Pas meje u bë qameti. Dhe kjo vazhdon ciklin e saj. 700, 500, 600 milion janë jashtëzakonisht shumë. Të mbledhura të gjitha bashkë penalitetet në arbitrazhin ndërkombëtar që theksojnë edhe një herë tjetër është nga bizneset fitim prurse të zeza nga më të mëdhaja, barazohet me drogën, edhe më shumë se me drogën. Në Shqipëri kanë kaluar 1 miliard euro pretendimet. E kuptoni ju çfarë do të thotë? Mbi 1 miliard euro kanë kaluar fakt me kohë. Nëse i mbledhim, kanë kaluar me kohë, vetëm ato arbitrazhet e mëdha që ne dim. Kanë kaluar me kohë, vërtet. Pikërisht. E kanë kaluar me kohë. Përgjegjësi penale, pra, logjikisht, të paktën nisur nga një situatë si kjo, a duhet një, po them një qeveri, them një kryeministër apo një ministër i linjës që të mbaj edhe përgjegjësi për hapat të cilat i ka bërë apo nuk i ka bërë, që ka një kosto, si kundër për llogaritës çdo kosto në rastet kur bëhet një hetim financiar, edhe kjo ka një kosto që vjen si pasojë. Shiko, unë mendoj që veprimi i parë që do të bënte një kryeministër i arsyeshëm në këtë rast do të ishte urgjentisht ngritja e një grupi të specializuar pune që të ndiqte çdo veprim të shtetit shqiptar me qëllim që të mos jepte argumenta palës kompanisë private që t'i përdorte në gjyq kundër shtetit shqiptar. Deri më sot kjo gjë nuk ka ndodhur. Hapi sepse çdo veprim i pa kontrolluar, jo profesional, i palës shtetërore në kushtet ku ti ke të qartë që do përballesh në arbitrazh, flasim rastin kur kemi ndershmëri, nëse ke bashkëpunim pastaj është histori tjetër. Është fik mas shpine që jepet shtetit shqiptar. E theksoj edhe një herë tjetër. Argumenti kryesor që Beketi fitoi në shtetin shqiptar 130 milion euro ishte fakti që u fut policia në ambientet e televizionit Agon Channel. Po. U fut policia. Ata mund ta shesin sikur janë shumë të devotshëm në veprimet që bëjnë, por pikërisht kjo devotshmëri përkthehet ose me qëllim si akt i pastër kriminal, ose si një pastërsi, po që në fundit jep të njëjtin përfundim. E kam kaluar. Dhe hapi i dytë, dhe hapi i dytë është që këtë duhet ta marrë menjëherë spaku në shqyrtim. Ka bazë. Tani, unë nuk mund të kërkoja vetëm një fjali, po në këto kushte e dua një fjali nga ty. A është ka drejtësie për një arbitrazh të mundshëm sipas teje edhe ajo e portit Durrësit Alabari? Është plotësisht e mundshme. Dhe jo vetëm ajo, ka dhe disa marrëveshje të tjera të shtetit shqiptar janë lidhur, të cilat me prapavi kanë si
kombëtare shpëtimi pikërisht ose plan më qartë të thonë për të kaluar arbitrazh për të marrë parat shtetit shqiptar, qytetarëve shqiptar pa punuar fare. Do merremi seriozisht ditët e ardhshme. Do merremi këtu ditët e ardhshme, ta premtoj, për të vijuar në fakt dhe me këto. Faleminderit shumë kënaqësi. Është biznes shumë i madh. Është biznes shumë i madh si trafiku i drogës. Po, e thatë. Po, është biznes i pisët jashtëzakonisht shumë i madh. Shumë faleminderit. Kënaqësi zoti Buxhuku. Ishte kënaqësi edhe për mua. Shkojmë në shumë pak publicitet, rikthehemi sërish pas pak me protestën në ditën e 68 të saj.